E tash, nëse i bën të instruktori numëron qëta 15 sekunda, apo nëse i bojnë ana vetë, edhe mi numru, edhe me marë frym, a kena me mujt me adol? Moni me bo me orë, me telefon, me lonë telefonin dhe me përcjell në telefon. Unë e preferoj me numru krejt, edhe me ditë cakt, so e ka bo klienti, po kolegë tjertë nuk e di a i numrojnë asë se numrojnë, unë e i numroj krejt, edhe përcjelli me minutashë. E rëndësishme të numrimi është se njeriu më pas mundet me po, sa ka mujt me i bo në fillim, so po evolon edhe po arrin me kriju një farloj imuniteti, po thamë që me i bo krejt ushtrimet tani. Po, qajo është pointe. Do më thonë, përveç gjatjeve të këmbëve, gjatje të durve, a ka ushtrim e tjera që i preferoni në fund, kur përfundon seria pilates? Po, zakonisht bëhen ushtrimet e gjatjes, një 5 minuta, po krejt varet për persona me kanë punojmë, so e ka është gjatje, si është gjatje obligative, që ashtu edhe bojmë ushtrime, do me thonë programin për ekipen edhe për njerës me kanë ushtrojmë. Sa dalon mënyra se që ushtrojnë fillestarët edhe me mënyra që ushtrojnë ata pas 6 muajve ose pas një vite, edhe realisht, kur është ajo periuda fillestare që mundet me uqujt periud fillestare? Periuda fillestare është nashta një javdit të parë, kur njoftohen me pilates edhe me ushtrimet, deri sa njerës ushtrojnë 5-6 muajve që nuk jonë fillestar, muj me thonë një në bagi profesionist në qitë aspekt. Ku është ndalimi? Ndalimi është në përsëritje, bukuria e lëvizjes edhe fleksibiliteti. Persona që mirën me pilates, a mundën me u marrë edhe me sportet tjera? Po, pa pikë problemit. A është shumë e lodhshme për trupin? Se nëse dikush vrapon vazhdimisht, ose është pjesë e notit vazhdimisht, më ardhë dhe në pilates, a bëhet shumë për trupin, a jo? Jo, nuk bëhet, veç duhet me bo koordinimin e ores, mes ushtrimem. Do më thonë, nëse bëm pilates me ngjes, noti apo vrapimi me konë mas dite, ose kundërta vrapi apo noti para dite, pilates mramje nuk prish punën. Përveç ushtrimeve, çka i kom pa të pakta në rrjetet sociale, është një farë lloj ushtrimi tabletop, ose forma si e karrikës, diçka që e merr persone. A mundesh me na demonstru diçka për tabletop, që mundemi me i bo vetën shpesh, fjala? Po, e demonstroj ushtrime si preferojmë për kom, edhe si bojna me levizjet me kom, që ato mundi me bo edhe levizjet që është bojnë koordinimi. Shkojmë para, komen e bojmë drejt. Nëse dikush është një nivel pak ma lartë, nuk është fillestar, mundet me i bo me lastika, po nëse jena fillestar e bojmë pa lastika. Ku është dallimi me lastik edhe pa lastik? Me lastik është ngarkes pak ma e madhe, ose mujna me bo me pesha 1 kilogram ose 1 kilogram e gjysë, se vendosëm në fund komës edhe bojna levizje. Do me thonë, mujna me bo me ngarkes edhe pa ngarkes që të ushtrime. Mujna me bo edhe me top ushtrimin tjetër, se demonstroj mujna me bo me top, po këtë ushtrime më bo edhe me pesh. Nëse se kena pesh, mujna me bo shpe edhe pa pesh. Ku është pointa? është me shku me komën nalt, edhe me këthy, trupi është drejt, koka është drejt, edhe bojna levizje lartë poshtë. Nuk do me thonë se ushtrimi është gabim, nëse nuk mundi me që komen ma nalt, kretë është levizje so ju mundëson trupi i juvë. Koma është drejt, levizje bohen ka dale, mujna me bo qitë formë, mujna me bo formën tjetër, e bojmë qitë pozitë komës, ullu ma poshtë, edhe shkojmë drejt nalt. Ushtrimi tjetër, mujna me vendos komën lartë, edhe me bo levizjet e vogla. Pra pa rrit koma poshtë? Po. Jonë levizje në 4-5 santina poshtë, nalt. Nëse kena ngarkes e peshës, ose pa pesh lastikat, mujna me shku anash.